Pavarësisht premtimeve elektorale, situata këtu në rrugën Drishtej të Laxhes Dudas në qytetin e Shkodrës vjen të mbetet e njëjtë. Bllokimi i një pusete ka bllokuar lëvizjen e një pjesë të madhe të banorëve, të cilëve vetmja mundësi që u ka mbetur është dorëzimi i një peticioni në Bashkinë e Shkodrës. Duket e pabesueshme se si rrugët në qytetin e Shkodrës janë amortizuar shumë sa që lëvizja e qytetarëve bëhet shpeshherë e pamundur. Të njëjtin fat kanë patur edhe disa segmente përgjatë unazës perëndimore të qytetit, ku ndërhyrje nuk ka patur gjatë 2 dekadave. Më problematike paraqitet situata në rrugën Drishtej të Laxhes Dudas, ku mungesa e kanalizimeve ka penalizuar lëvizjen e rreth 500 banorëve. Fëmijët nga ana tjetër e kanë të pamundur të kalojnë përmes pellgjeve me ujë dhe detyrohen të përdorin rrugica dytësore si të vetmen mundësi për të lëvizur. Investimet e Bashkisë Shkodër nuk kanë përfshirë këtë zonë, pavarësisht se me investime modeste kjo rrugë mund të bëjë e kalueshme edhe gjatë sezonit të reshjeve. Të vetmi që shqetësohen janë banorët e zonës, zëri të cilëve vazhdimisht kanë bërritur në vesh të shurdhër, siç thonë edhe ata. Tashmë lëvizja e tyre e fundit është hartimi një peticioni me firmat e qytetarëve të Laxhes, ku do i kërkohet Bashkisë Shkodër rikonstruktimi i rrugicave problematike në lagje.